Në një nga lagjet periferike të qytetit të Tetovës, gjithësisht në lagjen Koltuk, në kushte të vështira ekonomike, në varfëri ekstreme në një shtëpi me shumë lagështi ku i ftohti depërton nga të gjitha anët dhe pa kurfar të ardhurash jeton familja Jashari 7 antarëshe. Në këtë shtëpi jeton zonja Nurie me burrin e saj të sëmur nga zemra, i cili së fundi ka pësuar edhe infarkt kardiak dhe është i shtrirë në spital, me vëllain dhe 4 fëmijët më i vogli 8 muajsh. Sikur të mos mjaftonin vështirësitë ekonomike, për ironi të fatit, njëra nga vajzat e zonjës Nurie është e sëmur dhe e njëjta nuk mund të ecë. Mjekët i kanë thënë se ajo ka nevojë të operohet, por kushtet ekonomike të kësaj familje nuk ja mundsojnë të paguajë shpenzimet e operacionit. Andaj ajo apelon deri tek të gjithë institucionet, njerëzit human, shoqatat humanitare që ta ndihmojnë me çfarë do qoftë për ta shëruar vajzën dhe për të plotësuar nevojat për ushqim për fëmijët e saj. Unë nevoj kom për këtë sëllësën të bëj operaci për kambi nuk ecen, mua të më nimojnë. Ajo, se s'kom burin bolnicash për infrakita në shkupraj. Unë jo me 4 fëmi s'kom mund caj piku. Social në s'marë, kur gja s'marë, mu ishën të më nimojnë. S'kom kur gja social në asë kur gja s'kom, pi kur gja. Ketë privat në shkoj lipi për gjamaja, kush nimon do kush lipi, kush më jep, kush ija gjim nimojnë. Strujen pjallë, pi kush ija se kom marë. 4 i kom që, di gjemi kom, di coca i kom. Kjo coca vokër 2 vjeqare ashtë, nuk hecen ala. Am lipin në operaci ta bojnë shkup. Më lipin shumë pare, unë e s'kom piku. Mujnë të më nimojnë. Ato bu lipi pjallajt, në ushni të nimojnë. Se une, me këtë një unë e më s'mund pi zemrës muj. Buri s'ka piku e të kalzova pi, jene aj pi zemrë. As drun, as buk, kush na jep, qasho ka përcejna. S'kina piku, ku mujnë nimojnë. Hini qëlloni që si jetojna. Pa drum, pa buk, pa kurgja, pa sruj, pa kurgja jetojna. Srujen ka arë sati na ka nek, pi satit na ka nek. S'kina piku, mund na një mojnë falimim tërë, kush nuk mu prap falimim, Allah i jep ma shumë. Për këtë sotën du ta shondoshi, të më hece. Edhe vëllai i vogël i zonjës Nurie, i cili më herët kishte siguruar të ardhura për këtë familje duke punuar punë të ndryshme fizike, por fatkeqësisht ai së fundi duke prerë drunj me sharr ka lënduar dorën e tij dhe nuk është i aftë aktualisht që të punoj. Neve s'ina ka zanë poplava, ne ina ati. Kina me qëktu, një për njëre ina qëktu, po më vëti që ma se ka shkujt Allah. Por nëse ka mundësi, me ju ndëm ju a mirë. Kush ka mundësi në një muaj a mirë, kush jo, pra faliminderit. Kum punu, tash nuk punoj. Pse s'mun një tash, tash e kum. Tash që kum prej krahin edhe puna manal krejt, s'kom kur punoj. Unë jo mund dhe ne më trajeme 2 vetejne. E në fëmi që këta që i shirë, qëra nuk ka. Tash Allah që pas ka shkru, qashtu e qëmë. Pa mati që e këshirim. Nëse ka mundësi mirë, nëse jo, pra faliminderit. Ndryshe kjo familje është e dëshpruar, por jo edhe dorëzuar. Ata ditët i kalojnë me shpresë se dikush mund të bëj diçka për ata. Do të mund të ju dalë në ndihmë për të tejkaluar vështirësitë e tyre ekonomike. Për zonjën Nurie primare është shërimi i vajzës. Prandaj të gjitha ata njerëz human, shoqata humanitare, që kanë mundësi ekonomike për ta ndihmuar, varësisht mundësive që kanë, le të paraqiten në numrin e saj të telefonit 070 775 560, që edhe kjo familje, në veçanti fëmijët e saj, t'i gëzohen jetës. Në këtë rast kur fati dhe fatkeqësitë bashkëjetojnë në një streh.